Dita akademike e zhvilluar në Universitetin Fanoli është një ngjarje mjaft e rëndësishme për këtë universitet që përkon jo vetëm me 45 vjetorin e tij, por edhe me akreditimin e plotë të këtij universiteti. Me fjalën e tij përshëndetëse, rektori i universitetit Ali Jashari vlerësoi maksimalisht këtë proces akreditimi si pikën më të rëndësishme për të ndarë me pedagogët dhe studentët. Fjalën time të shkurtër në këtë ceremoni të diplomimit të studentëve, po e filloj me një lajm të gëzbuar që tashmë mund t'jetë marrë vesh nga të gjithë, pikërisht para një jave, në datën 10 korrik, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Lartë Shqiptar na dërgoi draft raportin e vlerësimit jashtëm institucional, hartuar nga grupi i vlerësimit të jashtëm, redaktuar dhe miratuar nga Agjencia Britanike për Sigurimin e Cilësisë, ku shkruhet se Universiteti i Korçës, nga të 5 fushat e vlerësuara, i përmbush plotësisht standardet në 4 fusha, ndërsa në një fushë u vlerësua kryesisht. Në fund të raportit, grupi i vlerësimit jashtëm i rekomandon Agjencisë Shqiptare të Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Lartë se Universiteti i Korçës i përmbush plotësisht standardet shtetërore të sigurimit të cilësisë. Procesi i akreditimit, siç dihet, është një proces i gjatë dhe i vështirë, dhe si tillë ai është pryti punës dhe i mundit të gjithëve, i drejtuesve të universitetit tonë, i rektorëve që kanë drejtuar për vite me radhë, i dekanëve, i përgjegjësve të departamenteve, i pedagogëve dhe studentëve, i organeve drejtuese dhe administratës. Nga ana tjetër, i ftuar në këtë ceremoni kryetari i Bashkisë Sotiraq Filo përgëzoi rektoratin për të gjitha iniciativat që po ndërmerr, ndërsa garantoi se bashkëpunimi bashki-universitet do të jetë në nivele mjaft të larta dhe tepër frutëdhënëse. Për sa i takon bashkëpunimit të Bashkisë Korçës si një institucion kryesor me universitetin, patjetër që ky bashkëpunim duhet vazhdojë dhe të thellohet edhe në të ardhmen. Jam shumë i kënaqur që kemi gjetur mirëkuptimin me rektorin edhe me stafin akademik të universitetit që ta thellojmë këtë bashkëpunim. Ne kemi padyshim nevojë për ekspertizë akademike, si në drejtim të hartimit të strategjive apo planeve të veprimit në sektor të ndryshëm, turizmi, bujqësia, agrobiznesi janë disa prej tyre, ashtu edhe në drejtim të zbatimit në bashkëpunim me njëri tjetrin të projekteve konkrete në këto fusha. Dhe jam shumë i bindur që do të arrijmë që këtë bashkëpunim ta mbajmë në nivele të larta dhe ta thellojmë akoma më tepër në të ardhmen. Në fund të kësaj dite akademike, organizatorët paraqitën për të gjithë pjesëmarrësit të gjitha aktivitetet që universiteti zhvilloi për vitin akademik 2016-2017 dhe më pas u ndan të gjitha diplomat dhe medaljet për studentët e diplomuar në programet master dhe bachelor.